Mira të rinj u përgjigjën thirrjes së opozitës duke protestuar para kryeministrisë kundër censurës pas vendimit të qeverisë Rama për të mbyllur platformën TikTok në prag të fushatës elektorale. Me pankarta në duar, të rinj marshuan drejt godinës së Këshillit të Ministrave, duke cilësuar vendimin për mbylljen njëvjeçare të platformës TikTok si një përndjekje të kryeministrit Edi Rama për të ndaluar fjalën e lirë. Nuk është TikTok që vret, por është mungesa e një vendi punë. Nuk është TikTok që vret, por është krimi e korrupsioni. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të protestuar, por për të thënë të vërtetën. Një të vërtetë që Edi Rama dhe qeveria e tij duan ta fshin nga çdo ekran, nga çdo video dhe nga çdo rrjet social. Sot nuk është vetëm TikToku ai që po kërcënohet me censurë, por është e drejta jonë për të folur. Rilindja në 12 vjet keqeverifje është kujdesur për t'i mbajtur shqiptarët në kufirin e varfërisë. Në 12 maj, TikToku do të hapet dhe censura do të zhduket. Do e rrëzojmë pikërisht ne, të rinjt, si kryeministri më i urryer nga të rinjt. Kur fillon censura, liria është e radhës që bie. Ndaj sot, nga ky bulevard, ne po themi qartë dhe me zë të lartë, nuk do të heshtim, nuk do të ndalemi. Studente gjimnazist morën në dorë protestën duke paralajmëruar kryeministrin Rama se nuk do të pranojnë censurën dhe do të mbrojnë mendimin e fjalën e lirë. Ata i kujtuan kryeministrit aferat korruptive dhe se gjatë qeverisjes së tij largoi nga vendi qendra mira të rinj. Zoti Rama, problemi këtij vendi nuk është TikToku, problem janë xhepat tuaj dhe të ministrave tuaj që nuk mbushen kurrë. Ne jemi të rinj të fjalës lirë, ne jemi të rinj të protestave, ne jemi të rinj të mendimit lirë, ne nuk jemi petale trëndafili, që kur të mbyllësh TikTokun, në fund ke për të marrë nocrokun. Sot jemi përballë këtu një kopshti Eden që ka kushtuar 4 milion euro. Jemi përballë vilës së komandantit të Surrelit. Gjatë protestës mbajti fjalën e tij dhe kreu i FRPD Besart Xhaferi, i cili theksoi se me 12 maj të rinj do të largojnë përfundimisht kryeministrin Edi Rama. Duhet të heqim Edi Ramën, ta bëjmë non grata të çdo platforme. Nga sot e tutje, asnjë sekond pushim. Ne e fitojmë fushatën, ne do jemi fitimtar, ata janë humbësit e vërtet, ata do janë humbësit e 12 majit. Përmes pankartave të rinjt i kujtuan Edi Ramës se nuk është TikTok armiku, por sistemi i dështuar që e ka ngritur në vend.